west in Kosovo, you'll discover the region of Has, a land renowned for its centuries-old tradition of migrant bread bakers and its striking traditional women's costume. The region stretches across both sides of the border, with 40 villages in Kosovo and 30 in Albania. Their shared identity has endured Ottoman rule, scarcity and hardship, wars, and the ongoing challenges of migration. Every May, Has hosts a 3-night festival called Hasi Jehon, Has Echoes, which has become one of Kosovo's most important folklore gatherings. Now in its 51st year, the 2026 festival, held in the village of Jonaj, brought together 23 ensembles from across Kosovo, Albania, North Macedonia, and Montenegro, each presenting authentic regional music and dances with extraordinary energy and passion. For the first time, the festival hosted 7 groups from Albania alone, ranging from Korça in the south to Mirdita in the north. According to artistic director and ethnochoreologist Dilaver Kryeziu, Hasi Jehon is fulfilling its vision of becoming Kosovo's richest and most diverse Albania dance festival, with greater variation and new artistic discoveries emerging each time. It's more than a festival, it's a living archive of memory and identity for older generations who grew up with these traditions. For young people living in today's Kosovo, it provides a crucial connection to their deep Albanian heritage. My World Dance group from Pristina had the pleasure of attending the second night and loved the experience. I especially enjoyed reconnecting with my friends from Opoya's Bresan ensemble and getting to know the dancers and dances of Berat and Bilisht in southern Albania, all fascinating to me and a delight to share with folks in Kosovo and beyond. Unë jam Brahim Kora, pjesëtar I shoqatës kulturore artistike Qypëlinë të Roshnikut. Në Berat. Në Berat. Shoqata jonë është krijuar në vitin 2009 në fshatin Roshnik, në drejtimin e zotit Fitim Imani, Fred Metollari dhe Fitim Brati, stafi drejtues. Si quheshi? Unë quhem Teuta Bilçari, jam mësues arsimit fillor. Jam bashkuar ansamblit Qypëlinë e Roshnikut, Berat, sepse ka qenë një ëndër e imja, që kur kam qenë e vogël për të qenë pjesë e ansamblit shtetëror. Pas 25 vitesh si mësuese, I bashkohem prej 2 vitesh ansamblit të Qypëlinëve. E veçanta e ansamblin tonë është, siç e shikoni, që neve kemi orkestër me mjeshtrar të muzikës popullore, të cilët luajnë me mjaft pasion muzikën e trevave të Beratit, njëkohësisht kemi dhe këngëtare nga Skrapari. Si dallohet vallet e Beratit prej vallet e vendeve tjera në regionin? Kanë karakteristikat e tyre. Zonave të ndryshme të Beratit. Dallon valle gravet e burrave, spikasi shumë valle burimore të vjetra nga krajina të ndryshme të Beratit. Kjo shoqat lidh trevën e Beratit me zonat e Elbasanit, të Lushjes dhe ruan tabanin e saj popullor. Okej. Unë më shku me një dasëm verës tash, më shku në Shqipni për një dasëm në Berat, qysh pa vazojnë, apo vazojnë tradicionalisht qysh përpare kanë vazuar? Varet se si ku është dasma, është traditë e zonës Beratit apo të fshatrave. Ja, po thëmë në fshat, në që se shkojnë katon në fshat. Ja, popullore tona, kurse qyteti dallon. Në linje e qytetit. E çka po vazojnë në qytet? Ja. Këngët popullore qytetare ndryshojnë nga këngët popullore të trevave të fshatit.
për shembull zotëria që kemi këtu këndon dhe kërcen valle burrash, të kënduar. A ti e për katonit? Po. Original. Po. Demba Bademi. Dhe ka filluar këngën dhe vallën qysh ka viti 1983. Pjesëmarrës në 2 festivale, i them unë në kohën e Qoflargut atëre, kohën e Enverit. 83, 88 në 2 festivale. Kam qenë shumë i vogël. Sa dasmën për këti me pas këtë verë për shembull në katon? Dasma s'kame, kam prergoj. S'po martohet me njeri. S'kame dasma. Bën shumë rrallë. S'ka, janë në emigracion. Shembullin që kanë fëmijët e kanë për të larguar sepse nuk shikojnë të ardhme, por si mësuese, edhe unë kam pasur mundësi për të larguar dhe për të punuar për një jetë më të mirë jashtë shtetit, por neve vim në jetë për të shërbyer vendit tonë. Do vazhdoj të kontribuoj sa të mundem për të edukuar brezat e rinj të duan dhe të jetojnë në vendin e tyre. Me traditat e bukura që kemi, me dashurinë brenda familjes, me dhimbësurinë për prindrit, të trashëgojmë këto vlerat e shenjta që ne kemi si kom, Kosovë, Shqipëri tek brezat e rinj. Vetëm kështu mund të ndryshojë Shqipëria. Nuk na e bëjnë të tjerët, nuk na e bën politika, e bën vetëm dashuria e njerëzve për avatanin, për atë. Njerëzit janë shumë të mirë, janë punëtor, janë dashamirës, janë bujar, ori kanë të gjitha të mirat. Politika na merr qafë. E largoj rinin, brezin e ri, komplet, s'ka. Ani po besoj që do të shihemi aty në Berat. Faleminderit. Kam kasu fshatin. Okej? Faleminderit. Shumë faleminderit. Shpresoj të bukur. Faleminderit. Shumë faleminderit, respekte, gjithë të mirë. Jam Dod Lekaj, jam I Zymit, jam antar I Katarina Josipit Zymit, për ndryshi jetojmë dhe punojmë në Kroaci. Oh, cool. Primo shten. Ku është ajo? Në Kroaci, nga të Splitit e Shqibenikut. Nga Spliti? Edhe Shqibenikut, po. Sa vjetë keni qenë atje? Që 14 vjetë jemi, para luftës. 14 vjetë? Po. Afër Splitit? So me bukpjeks? Bukpjeks, po, bukpjeks. A ke trashiku prej babës? Prej babës e ku mësu zanatin, gjyshit edhe stërgjyshit. Wow! Shumë gjenerata kanë. Atje? Jo, ata. Vendet e ndryshme? Vendet e ndryshme. Për valle do thëtë është qef me taku me katunarët tua? Une, veç për takimet e Gjeqovit, kër e kini marrë ju unazën e katit, që atjere kom të cy me Katarina Josipin. Aja ka qenë hera parë. Okej, do thëtë frikë është kjo? Po. Une di mu këcy kështu të privat, në përdarsme jam mësu. Po, a për ndryshi vjetë jemi kanë, në takimit e Gjeqovit edhe kja a dyta herë. Edhe ju do thëtë ku jetoni ju tash? Tash jetoj në Karashin Gjergj, jam pension, që 16 vjetë. 16 vjetë? Po. Okej, për harë pension. E ku keni jetë të përpara? S'mra mirë në Kroacia dhe unë jam konë. Qetër vend? Në Gospish. Do thëtë pension çka po bën të rritin? Punoj në përshpinë në prabarë. Punoj mjeshtaraj ka pak. Thank you so much, faleminderit shumë. Quhem Agron Kordalli, me profesionit koreograf. Koreograf. E ku keni mësu qatë profesion? Kam qenë në shkollën në Tiranë. Në Tiranë. Kam mbaruar shkollën me profesorët e mëdhenj. Do thëtë tonë kohën prej shkollë mesme keni qenë? Po, kemi konkuruar në Tiranë, pastaj kam fituar në 81-shin. Okej. Kam mbaruar mësimin me koreografët më të mëdhenj, 81-shin, po. Me si profesor Ramazan Bogdani, Agron Aliaj, Bujar Aliaj.
vllajtërisht kam pasur fatin më të mirë sepse familja ime ka pasur vënë 7 brezash valltarë. Oh my God, okay. Që ka gjyshi ashtu, babai tim dhe unë ka pasur fatin më të madh domethënë që më ka pasur edhe babai, të kësaj që në moshën 3 vjeç. Okay. Derisa mbarova shkollën. Madje babai im ka qenë edhe pjesë e asamblit filharmonistë të shtetit, ka marrë pjesë në 1957-ën si valltar në festivalin botëror në Moskë. Okay. Dhe atje, domethënë, kjo vallja Devoliçe që ju e patë, në pranitë e 130 vendeve të botës, është vlerësuar me çmimin e dytë. Devoliçe. Pra, Devoliçe është një valle shumë e fuqishme, shumë e bukur, që sa herë që të kërcehet, atëherë domethënë të sjell emocione të veçanta. Edhe vallëzohet Devoliçe në disa vende, do thotë. Normale, domethënë e kërcejnë gjithë dhe ne nuk jemi xhelozë që të mos e kërcejnë. Në cilën vende po vallëzohet Devoliçe? Në të gjithë vendet, për shembull. Për shembull. Edhe në Amerikë kërcehet Devoliçe. Ja, di, unë kam vallëzuar Devoliçe në Amerikë. Kështu që në Kanada, në Amerikë, në gjithë vendet e botës edhe më shumë. Autokton është. Kurse si valle autoktone, është në Devol. Devoli përbehet nga 46 fshatra dhe të gjithë fshatrat domethënë e kërcejnë valle Devoliçe. Dhe ne mundojmë, për shembull, sepse kemi hapur dhe kurse të veçanta për shembull tek fëmijët e vegjël, te brezi i mesëm dhe tek të rinjtë që të ruajmë trashëgiminë kulturore. Okej. Dhe këtë ta trashëgojnë në ndër breza. Ja. Nga i rritur tek apo në vallëzohet në që ajo është për sken apo për shtëpi? Do thotë kur keni një dasëm, ç'ish vallëzohet? Kur është valle, domethënë që interpretohet në festa familjare, ditëlindje, dasma, është ka vallëzohet në ato festa. Të gjitha vallet që pat ju, vallja Dardhare, normal, vallja Pogonishte, Devoliçja, Dormalja, Beraçja, Rajce, a keni qenë? Të gjitha si kërkojnë Gajda. Tani për shembull po vazhdon po rritet shumë turizmi. Dhe tuaj për shembull sepse ne thash kemi një folklor shumë të pasur. Dhe ky folklor domethënë i bën të gjithë turistët tuaj të ndjehen më mirë. Dhe ne i promovojmë vallet tona duke i mësuar valle edhe atyre. Pjesë folklor që tërheqen njerëz shumë. Po. Ja, e kuptoj. Tjetra është bukuria, është etnografia, kostumet kombëtare të zonës tonë janë shumë bukura. Ne kemi 2 lloj kostumesh kombëtare, kemi kostumin kombëtar të burrave, që fillon me qeldeshën, këmishën, edhe ka shumë ngjashmëri me Greqi. Pikërisht këtë doja të thosha sepse gjithë pjesa veriore e Greqisë Epirus e ka domethënë gati të njëjtën veshje. Por do thotë që edhe pjesa veriore e Greqisë ka qenë Shqipëri. Ja. Po ndjera ime me taku me ju. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Jam Sojla Ahmeti, jam valltar në ansamblin Bresana, komuna e Dragashi, Treva Opojës. Edhe ti je lindje rrit në Bresan, fshati më i madh në Opoj. Është fshati më i madh në Opoj, një kësisht e ka dhe ansamblin Bresana, diku që ka traditë mbi 70 vite. 70 vite. Edhe ti tash je student i mjekësisë në Tetor. Po, jam student i mjekësisë, një kësisht edhe jam valltar në ansamblin Bresana. I promovojmë vallet e Opojës. Kur kemi kryer mjekësi? Mjekësinë edhe një vit, tash jam vit 5 dhe një vit. Wow, e tani çka? Tani mendojmë me punu, normal, si
Në Kosovë? Po, në Kosovë. Në poja? Në poj, ku do që tjetë dhe me vazhdu. A mundesh ti me najtë për krejt jetën në poj? Po, pa problem. Në poj në Kosovë. Po më interesën, sa djemë të rria janë në grupi? Sa vjetë i ti? Unë i kam 25 vjetë, jemi diku 25 ose 20 djemë të ri që promovojmë vallën në ansamblin. Sa vjetë e kanë ata? Po ka, nga mosha 15-16 vjeqare, 20-22 vjetë, vallët. Nuk mundesh ti si ti që jetë si lider i rinive, as mundesh ti me inspiruar. Po, për tash koha dhe ndonjëherë nuk mjafton. Zakonisht në përdasma i marrim të rit, i fusim valle me qëllim me i stimulu që ata me dash vallën dhe gradualisht me u mësu. Do më thonë e bëjmë këtë. Mundohem me i thirë të rit kur vallëzoj vetë në përdasma që me vallëzu edhe ata me i mësu, me i stimulu me një fjalë. Ju keni që tradit ka të pasur? Tradita opojes është burimore, opoja numëron 12 vallet burrave dhe numëron vallet e grave që i ka, vallet e vajzave. Inshallah mundeni me mbaj që sa ma shumë e sa ma fort, deri sa je angazhu. Faleminderit shumë, thank you.